Dita e 5 e Dhulhigjes. Kaluan pra ditët e para, jemi në mesin e Dhulhigjes dhe fillojmë pra në drejtimin e kunërzimit të këtyre ditëve të bekuara, që pejgamberi alayhi salatu wassalam pra na tregoi se kanë një madhështi të madhe. Andaj dita e 5 e Dhulhigjes na ka qellu edhe ditë e Xhuman, një ditë e bekuar që dita e Xhuman është bekim nga i madhi Allah. Andaj bëni hajr dua, bëni dua sa më shumë, lutje sa më shumë për juve, për prindrit e juaj, për familjen e juaj, për njerëzit që ju rrethojnë. Sigurisht dita e 5 e Dhulhigjes duhet të kurorëzohet me përgatitjen e kurbanave për bamirësi, për tubimin e kurbanave që t'i bëjmë gati që ditën e Bajramit t'i thejrim fesalli li rabbike wanhar, siç thot Zoti në Kur'an, falni namaz dhe preni kurban vetëm për të fituar pra shpërblimin nga ana e Allahut, Zotit të gjithësisë. Largimi një pengese nga rruga, folja e fjalës së mirë, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqulu qawlan tayyib aw yaskut." Kush ka besu Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flas mirë ose le të hesht. Pastaj thot vepra e mirë, innal ladhina amanu wa amilus salihat, ata që bojnë vepra të mira, pra janë krijesat më të dashtuna tek unë. Pra këto mesazhe janë për ditën e 5 të Dhulhigjes, e ne kadal pra jina të e bonja, jina të i dhonja 10 mesazhe për 10 ditët e Dhulhigjes. Kështu që lutë Allahun me emrat e tij më të bukur që ta duam adheun ton më shumë, ti duam në punësit tanë që i shërbejnë këtij adheu, që i shërbejnë gjuhës shqipe, që i shërbejnë kombit shqiptar, që i shërbejnë adheut ton, ata besimtar kudo që janë, dhe gjithë njerëzit në përgjithësi kudo që jetojnë në trojet tona, viset tona shqiptare, le të bëjnë vepra bamirëse, të afrojnë njëri tjetrin me dashuri, të largojnë urrëtitjen, ndasinë, të duhen me zveti, se kështu na mëson pra krijuesi i gjithësisë. Paqe dhe mirësi për gjithë ju.